Udhëtojmë nga Anglia për në Greqi, të shkojmë tek motra. Jeni tani të përgatitim valicën edhe të bëhemi gati, tu tregoj gjithë udhëtimin dhe tu marrë me vete në këtë udhëtim, i cili kishte edhe disa gjëra që na ndodhen që nuk ishin fare të këndshme. Do t'u shpjegoj më vonë në video se çfarë dua të them. Këtu siç po shikoni tani po përgatitim valicat. Pas një 2-3 orësh i bëm gati, 2-3 orësh, unë valica zakonisht i nisë një muaj para t'i përgatitë, se jo do mbledh një gjë, jo do mbledh diçka tjetër, edhe duhet pastaj ati mbyll mirë që të më prishen gjërat që janë brenda. Edhe tani me që kisha edhe qëri brenda duhet t'i mbështillja mirë që të më thyeshin. Valicën si që shikoni këtu, ishte perfekte, këtu edhe e peshova, më doli 16 kg, kisha të drejt 20 kg, që kështu isha okej me peshen. Valica ishte perfekte, edhe e mora të thyer o njerës, nuk e kuptoj se çfarë bëjnë këta njerës, pse nuk respektojnë fare punën e tyre që bëjnë, edhe valicën e mora të thyer, nuk e di nga të kërkoj llogari, nuk kërkon dot te asnjëri, e mora dhe hika ashtu siç ishte. Po të paktën gjërat që ishin brenda nuk ishin thyer. Tani këtu po u tregoj veshjen që vesha, një formë edhe xhypin nga lartë, i cili ishte shumë okeje, shumë perfekt për rrugës edhe për kohën që gjeta në Greqi, që unë mendova do ishte ngrohtë, po nuk ishte fare ngrohtë, bënte shumë ftohtë. Ora është 12:30 e darkës, siç mund të shikoni. Flutërimi ishte në 7 të mëngjesit, po unë aeroportin e kam 2 orë gjysmë largë, edhe sa të bëheshim gati të gjitha, doja të përgatitja edhe disa sanduiçe që të merrni me vete, se në aeroport të djalit nuk i pëlqejnë sanduiçet që kanë, edhe do me bukën që kemi neve në shtëpi, edhe pse jo, janë edhe shumë më të lirë se sa të blesh një sanduiç me 10 pound në aeroport, përveç gjërat e tjera që blem, kuptohet. Përgatita tani siç mund të shikoni disa sanduiçe me djathë, edhe për mua dhe për burrin edhe për djalin, i mbështolla mirë që të rrinin kështu të ngrohtë, se do t'i hanim pas 2-3 orësh kur të arrijmë në aeroport, që të kemi kaluar të gjitha ato kontrolle, të kemi lënë valicën edhe të gjitha me radhë. Kjo është buka për mua më pëlqen një si lloj pite që blejmë këtu, ndaj edhe është pak ndryshe nga buka që përgatita për djalin edhe për burrin. Nëse tani çdo njeri me ato shijet e veta, i përgatita mirë, sanduiçin tim edhe të djalit i vura më veç, do me thënë bashkë, edhe sanduiçin e burrit më veç, se burri vetëm do na çojë në aeroport, edhe pastaj do kthehet, nuk do udhëtoj me neve. Edhe për të gjithë juve që do pyesni që pse nuk erdhi edhe burri me pushime, burri nuk ka pushime tani. Un jam mësuese, neve na filluan pushimet në Angli, shkolla do me thënë u mbyllën për 2 javë, edhe kemi të drejtë të shkojmë me pushime. Por jo të gjitha punët kanë kaq pushime sa që kemi ne mësueset, i kemi këto të mira neve. Edhe siç mund të shikoni, u nisëm me natë, ishte ora një 1:30 kur u nisëm nga shtëpia, siç u thash donte 2 orë gjysmë. Koha dua të them që ishte perfekte për Angli. Ra vetëm pak shi në një moment. Pastaj ndaloj edhe ishte shumë mirë. Siç mund të shikoni, këtu filloi avash të ndriçojë, të gdhihet do me thënë, kur po arrim në aeroport. Unë udhëtoja nga Stansit edhe do shkoja në Selanikë. Biletat ishin, mund të them, mjaft okej, çmimi, as shtrenjtë as lirë, do me thënë që merreni me mend që është sezoni pushimeve, edhe gjithmonë kur shkollat janë me pushime, biletat janë shumë të shtrenjta se sa po të udhëtosh gjatë shkollës. Po çfarë të bëjmë neve që punojmë në shkolla, edhe kemi fëmijë në shkollë, kuptohet që këtë sezon vetëm mund të shkojmë me pushime. Arritëm avash në aeroport këtu, burri na la, morëm valicat, edhe pastaj ja ikuaj me makinën, neve vazhduam udhëtimin. Këtu ngatrohemi neve sa herë që shkojmë këtu në aeroport, ku do ndalojmë, ku do futemi, të gjitha këto tabela duhet i shikojmë me radhë, se është një çik dhimbje koke, po nejse e kaluam. Bleva edhe këtë parfumin këtu, i të cilin e kam blerë 2 herë deri tani, dhe është i vetmi që kam ngelur kaq e kënaqur, se dhe aromë të mirë bie.
por edhe nuk më jep dhimbje koke, se më të shumtët e parfumeve mua më japin dhimbje koke o njerëz. Është i vetmi që më pëlqen edhe është shumë i mirë. Këtu pastaj ja bëm edhe një çik xhiro rreth e rrotull, edhe erdhi momenti, u hap gate, do me thënë nga do udhëtoni, zakonisht është numri 42 që udhëtojmë për Selanik. Edhe tani do t'u them, këtu ishim shumë të gëzuar neve, se çdo gjë shkoi mbar deri në këtë moment. Këtu na filluan problemet kur e hipëm në avion. Kur hipëm në avion zakonisht të thua jemi gati të nisemi edhe mbaroj ajo koha më e vështirë, momentet më të vështira, derisa të lësh valicën, derisa të kalosh security-n, çdo gjë. Jo, nuk ishte kështu o njerëz të dashur të bukur. Çfarë ndodhi tani? Kur u futëm në aeroplan, neve duhet të udhëtonim në 7 të mëngjesit. Prit të niset avioni, nuk po nisej. Në një moment na thot piloti që ka një problem edhe duhet të presim derisa ta rregullojnë. Okej, po prisnim që të rregullonin problemin. Pastaja, pas një gjysmore, prit s'ka. Na thot pra piloti që nuk do niseni me këtë avion, do nisemi me një tjetër se nuk do rregullohet problemi. U çuam të ikim edhe na thonë që do prisnim brenda në avion. Prit s'ka prap në një gjysmore. Për herë të tretë na thot piloti, do më falni shumë, por nuk ishte ndonjë problem teknik, siç mendova, por mungonte një llambë, e cila ishte e djegur edhe gjetën llambë të re që do ta zvendësonin. Gjithë kjo histori zgjati 2 orë. Në vend të niseshim në orën 7, u nisëm në orën 9, do me thënë 2 orë brenda në avion, me fëmijë të vegjël. Hajde djali tim është 6 vjeç, po kishin fëmijë që ishin akoma shumë të vegjël, edhe që filluan të grindeshin dhe me të drejtë, se nuk mund të mbash 2 orë duke ulur një fëmijë kaq të vogël. Nejse nuk është fare e drejtë, po çfarë do bëjmë tani? Çdo udhëtim i ka këto probleme, por 2 orë të presësh me fëmijë është diçka që nuk është fare e bukur. Nejse, pas 2 orësh më në fund udhëtuam me të njëjtin avion që na tha në fillim që nuk do udhëtoni se ka probleme, edhe na mbajtën atje 2 orë, edhe problemi ishte vetëm një llambë që duhet të ndërronin. Çfarë të them unë tani o njerëz? Nuk do them asgjë, do them që sa herë që udhëtoni të jeni të përgatitur për çdo gjë që mund të gjeni në rrugë. U nisëm, siç mund të shikoni, arritëm më në fund në Selanik me 2 orë vonesë. Ishte nisur edhe motra me burrin e saja që të na prisnin, kuptohet që dhe ata po prisnin 2 orë më tepër, sado që u thashë që do vonohemi, që të nisemi, por ata thanë besojmë se do nisemi, se në fillim menduam se nuk do niseshim fare. U nisëm siç shikoni, edhe arritëm në Selanik. Këtu pastaj e kaluam të gjitha ato kontrollet e çdo gjë okeje. Mora dhe valicën të cilën siç u thash ma kishin thyer, i kishin hequr disa gjëra që duke që ishte e përplasur valica, po ku të kërkosh llogarit tek asnjëri. Arritëm më në fund, Tezja po takon nipin këtu, një përqafoi, edhe shkuam drejt për të ngrënë se na kishte grirë uria. Kuptohet të gjitha këto gjërat, frutat e detit, po.